بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. I bëjmë hamd Allahut të lartësuar ashtu siç emëriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla xhalalu shpjegimet nga ngjarjet e Ramazanit dhe dobitë të cilat neve t'i marrim nga këto ngjarje që Allahu xhalla wa ala ka bërë që të ndodhin në Ramazan. Dhe me qenë se jemi në xhuman e fundit të Ramazanit dhe ka shumë tema për të trajtuar në Ramazan, neve në një prej hutbeve kemi trajtuar luftën e Bedrit, ndërsa sot para hutbes me lejen e Zotit do shpjegojmë për një ngjarje tjetër që ka ndodhur gjatë muajit mubarak të Ramazanit. Ajo është çlirimi i Mekës, në mënyrë që të marrim dobi ne si besimtar gjatë rrugtimit tonë tek Zoti subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në marrëveshjen e Hudejbiyes me banorët e Mekës, me Kurejshit Mekas, pa të bërë marrëveshje që mos të ketë luftë, ketë paqe mes dy grupeve për 10 vite. Dhe secili fis e ka pasur të drejtën të bëj aleancë me njërin prej dy grupeve. Fisi Khuzaa ka bërë aleancë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë musliman, disa fisi Banu Bekr kanë bë aleancë me Kurejsh, me paganët Mekës. Ndërsa fisi Khuzaa dhe Banu Bekr kanë qenë në luftë të vazhdueshme kohën e ignorancës. Dhe marrëveshja e Hudejbiyes ka pikat e veta dhe ndahen në paqe. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam fillon thirrjen e Islamit në Medinë, duke qenë i sigurt nga tradhtarët e Kurejshve, të cilët ishin në atë kohë mushrik, dhe shpesh i tradhtonin besimtarët dhe thynin besën, dhe kështu ndodhi edhe me marrëveshjen e Hudejbiyes, sepse prej palëve ishte që nëse thyhet besa nga njëra palë, atëherë secila palë mundet ta pushtojë ose ta luftojë palën tjetër. E shfrytzuan rastin fisi Banu Bekr që ishte në aleancë me mushrikët e Mekës dhe i sulmuan fisin Khuzaa gjatë namazit. Gjatë namazit e tyre, dhe i mbetën një grup prej tyre duke qenë në ruku dhe duke qenë në sejdë. Dhe i pari këtij fisi shkoi në Medinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë që kështu ka ndodhur me neve, bile thurë vargje të gjata, duke i treguar se si e kanë thyer besën paganët mushrikët Mekës. Dërsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja ktheu që neve do jem ata të cilët do marrim hakun tuaj dhe do të dalmin në ndihmë nga ajo që ata kanë thyer besën. Mushrikët Mekës e dërguan Abu Sufjanin në Medinë për ta shty aleancën e vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi as Abu Bekri, as Omeri, as Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Pejgamberi i Zotit i thiri 10.000 prej sahabeve. 10.000 prej sahabeve dhe për i thot që kemë me shku me një ekspedit, nuk për i të regon ku. Për e mon lajmë i fshet. Dhe kjo është strategji, prej strategjive ushtarake e cila e mban fshet lajmin në mënyrë që mos tjere në informacionet e karmiku. Dhe sot a i shtet që e ka inteligencën më të sukseshme, a i edhe e dikton luftën dhe e fiton luftën. Pra ata të cilët kanë inteligjencën e fortë dhe e ruajnë sekretin e vet dhe e dinë sekretin e ushtrisë armike, janë ata të cilët e diktojnë luftën dhe ata të cilët e fitojnë edhe luftën. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e luti Allahun azza wa jall, tha Allahumma khudh al-uyun wal akhbar an Quraysh hatta nabghidaha fi biladiha. O Allah, tha, mos ta marrin vesh ta Quraysh dhe shpionët e tyre derisa ne të afrohemi në Mekë. Derisa ne të afrohemi në Mekë. E bëri kjo dua që Allah azza wa jall t'ia plotson dëshirën e Resulullah dhe mos ta marrin vesh dhe mos të ketë dy luftim, sepse Resulullah ishte duke shku me shliruar qytetin e Mekës, që është qyteti
ishte ajti i Zotit xhallahu ala dhe dëshironte që të derdhet gjakun në këtë vend i cili është ndaluar derdhja e gjakut. Pastaj ndodhi një ngjarje interesante. Një nga muslimanët, një Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu, ishte në mesin e ushtrisë muslimane. Ju kishte shkruar letër edhe po don me e dërgu letrën tek Kurejsht, me ju tregu që Muhamedi alayhi salatu wasallam po vjen me ju luftu. Kjo në gjuhën ushtarake është trathi, edhe nuk e dinin muslimanët. Ja kishte dhënë një letër një grua dhe po don me e dërgu lajmin në Mekë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nis me ushtrinë e tij. Erdhi Xhibraili alayhi salam dhe i tregoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha që kështu në filon venin është një grua e cila e ka në flokët e saj letrën, cila është duke dërguar në Mekë lajmin për t'i treguar për ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah e dërgoi Aliun me disa prej sahabëve për ta nxanë këtë karavan të vogël ose këtë udhtim të vogël të disa njerëzve. Dhe kur e dërgoi dhe e takuan atë grua, Aliu i thotë që e ke lajmin, e ke letrën të cilën ti dëshiron ta dërgosh tek Kurejsht. Tha nuk e kam. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha nuk gënjen. Allahu azza wa jall ka shpallë që ti e ke letrën. Mos na detyro tha që ne të kontrollojmë. Shikoni çfarë edebi kanë pas muslimanët edhe në atë kohë dashur. Ata që na shesin moral dhe kulturë. Para mënat është një njësi speciale me shku me një shtëpi dikon. A e vesi në pronarin, atë kontrollojnë, a e vesi. Apo e shtrin për tokë edhe shkelin qafë. Bile në për shtetet perëndimore mysin krejt, zakonisht që ndodhë Shtetet Bashkuara. Sidomos me konë me ngjyrë mysin edhe 5 fare nuk i jep. Mësa për një sakëz shqitore që e vlen. Qa që llogariti njerin me ngjyrë. Më thonë, nuk të pyet, po të shkelin qafë. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi njësinë speciale të tij për ta kontrolluar këtë ekspedit, Aliu i tha, na e dim që ti e ke lajme. Edhe vendin ku e ke ne e dim, po mos na detyron ne me të kontrolluar se e grupa e huaj nuk na lejohet me të prek. Shkon çfarë etike, çfarë morali. Edhe pse ka thënë polici Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A mos na detyron se ta pastaj detyrohemi me të kontrolluar dhe ne nuk kemi shef që neve mos lundën një pjesë e avretit. Atëra ajo e zbuloi dhe ja dha letrën. Dhe i mërë me vete Aliu radhiyallahu dhe i prujtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj e thiri Hatibin. Hatibi ishte për i sahabëve. I tha, o Hatib, çka të shtyri me bë këtë punë? Çka të shtyri me bë këtë punë? Kjo është tradhti. Kjo në gjuhën e sodit duhet të ekzekutim me njerë. Shpionat, veç të na domethënë bën analista, se të tërkon me njëherë domethënë e marrin çmimin e meritum. E të na bëhet analist. E pastaj tani vjen burg, normal që vjen në mos. Sikur i shije kena njërin mbi tyne. Domethënë kjo e merr dënimin e meritum. Resulullah po sillet me të në mënyrën më të mirë se e ka pas një veçori që Allahu i ka lavdruar në Kur'an. Omer ibn Khattabi tha, o i dërguari i Allahut, tha, ky khan Allah wa rasule. Hadha nafaq tha, ky tha, ka dalë në nifaq, është bën munafik, dyftërsh, hipokrit. Khan Allah wa rasule, ka mashtruar Allah dhe dërguarin e tij tha, më jep leje tha, pedente. Omer ka qenë i ashpër në fenë e Zotit. S'ka toleru heq. Ka thonë, më jep leje. Ka thonë, jo Omer, sepse innehu qad shahida Badra. Sepse ky ka qenë luftar i Bedrit. Luftëtar i Bedrit. E Allah azza wa jall, wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah qad attala ala ahli Badrin, fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Sepse Allah azza wa jall tha, ju ka thonë luftëtarëve të Bedrit. Kur kanë marrë pjesë luftën e Bedrit që ne kemi shpjeguar shkurtimisht dhe kemi shpjeguar më zgjersisht kur e kemi shpjeguar sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jall ju ka thonë i'malu ma shi'tum. Mas kësaj dite që ju keni marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit dhe jeni rreshtu ka ana e duhur dhe ja keni marrë krahun anës së duhur, keni luftuar së bashku me melajket kundër shejtanëve, njerëz dhe gjin, i'malu ma shi'tum, veproni çka doni masonej, faqad ghafartu lakum. Thot Allah, ja kum fal gjinoh. Për këtë shkak thot Omer, Allah azza wa jall ja fal edhe Hatibit. Edhe Hatibit ja fal këtë gabim i cili
ka mujt mi kushtu shumë rënd muslimanëve. Dhe i tha Rasulullah, pse ke bë këtë punë? S'ka shtyri tha, me dash mi u dërgu armikut letër, dhe mi tregu për vendodhjen tonë. Do i dërgu me Allah, thonë, nuk jam tha prej banorëve tyni. Kam familjen atje, tha, dhe kam dash që nëse ndodh diçka më marrit familjen. Ky është gabim që neve na jep mësim të dashur vëllezër. Allah azza wa jalla ka fal Hatibit, sepse ka qenë banor i Bedrit. Po na nuk jem banor të Bedrit. Na nuk jem Hatiba. Ne nuk gëzojmë ra në këtë njëjtin grac që me mendu na ma shumë për individuale se sa për shoqërorën. Me mendu na tash rrethanat që janë ma mirën e me konë të dy taborët edhe me ata dhe me këta se ku me di që shi përzijet e familja. Ja, kështu muslimani zgudzon menu. Zgudzon muslimani me menu me qenë me 300 ftyra. Nuk gudzon me konë me 300 ftyra. Sepse Allahu azza wa jall i urrejnë dhe l-wajhejni. Nuk i dën njerëzit që i kanë shumë ftyra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ata do të kenë dënim të rënd ditën e gjykimit. Sepse kur të vinë thot me juve janë me juve, thot na jena me juve. Kur shkojnë me munafikat na jena me juve. Kur shkojnë me pabesimtarët na jena me juve. Allahu e urrejnë një njeri i cili jeton pa parime, i cili është kameleon, ka shkon në rëngjyrën. Menajt me neve që tu na kallzon hadithe, si të bëhet me shkia dhe janis me volë sërbisht. Çfarë parime jeti, çfarë parime kiti? Thonë, ky është njeri pa parime. Neve du të me në mësue Hatibin, ngjarja e tij që shoqërorja ka më rëndësi se sa individualja. Edhe këtë na i kanë treguar sahabët e tjerë. Në luftën e Bedrit, Resulullah sallallahu alaihi wasallam me leje prej ansarëve, ata thanë i dërguar me Allah. Ti më jam sydetit namasteje. Ti më marr nga pasunia jonë, na gëzoni më shumë se sa me lën. Edhe na bëjmë gara të cilin me rashë e për i Zotit. Jo me trahtu vendin, jo me trahtu dinin fen, jo me u bë domethënë i cili ka shkonin rrëmtyrat, po me jetu me parime. Dhe shoqërorja ka më shumë rëndësi në Islam se sa individualja. Po të kishte rëndësi më për shumë individualja, shumë e njëri domethënë e kishte interesin e vet edhe se kishte interesin shoqëror. Edhe pastaj i kishmi pas shumë punë të keq. Shumë punë keq. Me pakëshyra Adem Jashari veten e vet. E familjen e vet, ai si zhvrohesh kështu, po dorëzona. Qa me luftu për me? Kër me luftu në? Ai me paqu sot bëha ki që shtu ja kish bo. Për në atë kohë ka thonë jo, se marrë në të sëshme është. Do shta unë mu fliu krejt me familjen tem, a më tjerë mu shliru. Edhe Allah Zogjel, kështu ka ndodhë. Pse? Marrë në sëshme është shërorja sa individualja. Po këtë ne nuk e kemë si popull, fatkeqësisht. Pak prej neve e kanë. Pak prej neve e kanë. Shoqërorën e kemë na me mjel, e individualën pastaj se cilë e këshirë punën e vetë dhe ditën e mirë. Këtë na imson Hatib ibn Belza radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka dëshirue individualën ta qesë para shoqërorës, Resulullah e ka qërtu edhe ka dasht me marrë dënimin e meritun, po mos t'ishte prej luftarëve të Bedrit. Po mos t'ishte prej luftëtarëve të Bedrit që Allah Azza ju ka thonë i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Bëni çka doni mas sodit, sepse ja kom fal. Për ndryshe Omeri ka nejt gati. Omeri ka nejt gati ati. Dhe dhënë ja Rasulullah, kjo khanë Allah wa Rasul. Pejgamberi Zotit do nisht me ushtri dhe shkoj deri në një vend të saktur afër Mekës me 10.000 luftëtar. Pe e takon rrugës agjen e tij Abbas ibn Abdul Muttalibin, i cili ishte musliman, i zhva musliman dhe po shkon në Medinë muhajir, e mor me veti rrugës. Duke e taku rrugës, po e takon Ebu Sufjanin prap, i cili 21 vite kishte luftuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasi po thot, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam i kalon 10.000 luftar, në mesin e të cilëve rojen kryesore kalon Omerin. Rujo po zatet është në Omerin. Ebu Sufjanit i ka thonë, po gabon me u taku në Omerin. Ka thonë, po hyp mas kalitin fshehu, mos që Omeri shkojnë a shpejt të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pranoje Islamin para se me të zonë Omeri. Se bani të zonë Omeri, e din shka të zonë. Edhe kur e ka diktu, e ka vrejt Omeri që është prapa Abbasit, me shpejtësi kanë hytë të dytë fyset një të nkonë në tendën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe ka thonë, ja, Rasulullah, dhe ta e zuna, dhe pa ku një farë marveshje që ta është e zuna këta. S'ke marveshje me ta, jep ma lejen. Ka thonë, jo, mërë, ka dalë, për nga mërë, ka qeni qetë. Ka dalë se njëri orë me pranu islamin. Ka thonë, alo, pa e pranu t'ja kry punën. Ja e këlamën, pas ta i të vazhdojnë ana. Jo, ka thonë, o mërë, jo. Me rëndësish më është ki më bo musliman. Ka thonë, këna ka lëftu 21 vjetë. Alo, ka thonë, shpata e ti, dirë gjakën tonë. I nga meri i thot, ja, Abu Sufjan. I thot, mera Abbasit shko, thot, që të sohë me ta flaj, dhe i njësë ra mëngjes, hajde me të të kënë. Kur vjen në mëngjes, i thot, ja, wajhak, ja, Abu Sufjan. Ka thonë, mirë për ty, Abu Sufjan. Alam ja'an leke an ta'lemen la ilaha illallah. Ka thonë, sual koha që të bedi që s'ka zë tjetër përveç Allahut. Hala po vazhdon me ignorancën tonë. Hala po vazhdon me ati ignorancën, feja shqiptarë të shqiptaria, ka dosh me thonë Sufjani. Abu Sufjani, se ata që ashtu e kam pas, feja kurejshve, kurejshia, na e na dhe tjerë heq, në konë racista, puro, si tek ne, disa që janë racista, si të më thot, mykën. Hala ka thonë me që ato po du me vazhdua? Ka thonë, na nuk e dite që s'ka zë tjetër përveç Allah që meriton madhru se Muhamedi është i dërguri Allah. Atëherë ka pranu islamin Abu Sufjani, dhe e ka vazhdu rutimin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men dakhala dara Abu Sufjan huwa amin. Ai që futet në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt, ai që futet në çabe është i sigurt, ai që rrin në shtëpinë e vet është i sigurt. Kur ka hyrë në çabe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që është futur në Mekë me ushtrinë e tij alaihi salatu wassalam dhe nuk ka dashur të bëj lutje. Pra kjo ka ndodhur në Ramazan të dashur vëllezër. Kjo ngjarje ka ndodhur në Ramazan në vitin 8 të hijretit. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu si pejgamber në Mekë 13 vite, pastaj në Medinë 8 vite, që bën 21 vite, e ka prit momentin kur do të më uçliru Mekka, kur do të më marrë vendimin e duhur. Kjo neve na jep gjithashtu një mësim, edhe një rregull jetësor, kur mos e lip një send pa i ardhur koha, sepse të bëhet haram. Është rregull. Kur mos e lip një send para se më ardh koha, se të bëhet haram pastaj. Pejgamberi i Zotit po të fillonte në fillim të Islamit me kërkuar çlejën e Mekës, s'kish mujt me arrit. Sepse si un kanë kushtet që më ardh kjo çështje. Ka prit 21 vite për më plotësu të gjitha kushtet që Allah Azza më shliru pastaj pa luftë. Edhe ne në jetën tonë të përditshme, mos e lip diçka pa i ardh koha. Mos u ngut në kërkesa, në vendime pa i ardhur koha, sepse bëhet shkak që më të bëj haram mos më mujt me arrit. Është rregull që neve na jep kjo ngjarje. Pejgamberi i Zotit e ka prit derisa të forcohet shteti, derisa të arrijë ushtria në kulmin e saj, derisa armiku të dobësohet, derisa të bëhet, domethënë, Islami i fortë, muslimanët e devotshëm t'ju depërtoj Islamin në zemrat e tyre, pastaj e ka pas të kollajshme shtirimin e vendit. Ne shpesh kem tentu me shliru vendit, po s'kem mujt. Si ka pasar koha, 100 vjetë të dash me prit na. 100 vjetë. Mas 100 vjetë, ju mblotësu kushtet, Allah Azza wa Jall nuk ja hub mundin askujt. Dhe e çon shlirimin, edhe erdhi, alhamdulillah. Mirë po, du të me majt këto. Du të me majt për arsye se në qoftë se nuk i plotësojmë kushtet për me majt, shkon. Qysh janë kushtet për me shliru vendin, du të me arë të gjitha me vend, du të me i ba kushtet pastaj që me majt, se s'mat vetë kjo. Nuk mat vetë. Me thonë, hajtë se aje bon mirë, unë e porri një shlitem ditën e mirë. Jo, se cili individ është përgjegjës për me majt këtë vend. Me i ba kushtet që me majt këtë vend. Duke e forcu ekonomi, duke e forcu ushtri, duke e forcu qeverin, duke investu në rini, duke investu në vendin tonë në mënyrë që me i plotësu kushtet që me majt vendin. Për arsye se po t'jesh i dob, ju përshime që shkon në dynja. Si plotësojnë kushtet, a i nëzër kapijat e babgjyqit, dhe babgjyqit sa i ka pasra një para 40 vjetë. I ka pasra edhe tani thot dumira dhe vëndë. Sepse nuk ka parime mbi të cilat sot bota ekziston dhe jeton. Parimi është ai i forti e glabron të dobtin edhe fund. Kështu ka ndodhur gjithmonë dhe ka qenë gjithmonë, mirë po, neve na i ka hedh hinin syve duke na mashtruar dhe kjo vetëm se po shfaqet çdo ditë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj të dashur vëllezër hyn në Kabe dhe bën tavaf duke e lutur Allahun azza wa jall dhe duke e kënduar ajetin e Kur'anit famlar të surës Al-Isra, jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ka hyrë në Kabe, ka bërë tavaf rreth të cilës kanë qenë 360 putna dhe i ka thyer me dorën e tij dhe e ka lexuar këtë ajet, jaa al-haqq, erdhë vërteta, wa zahaqa al-batil, dhe u zhduke kota, inna al-batila kana zahuqa, dhe kota gjithmonë ka qenë zhdukur. E kota gjithmonë ka qenë zhdukur dhe ka lexuar ajetin surën Saba, wallahu azza wa jalla jaa al-haqq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id. Është ardhur vërteta dhe ajo që e zhduk të kotën dhe e kota më nuk kthehet në këtë vend kurrë. Nuk kthehet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e man një hutbë dhe pastaj thot la ilaha illa Allah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, wahdahu la sharika, i cili është një dhe i pashoq, wa nasara wa'dahu wa nasara 'abdahu, i cili e ndihmoi robën e tij, wa hazama al-ahzaba wahdahu, dhe i mbundi të gjitha grupacionet veç vetë Zoti xhalla wa ala, dhe pastaj i tha ya ma'shar al-Quraysh inna Allah qad adhhaba 'ankum nakhwat al-jahiliyah. O njerëz të mi, tha, Allahu azza wa jall e largoi nga mes juaj ndytësinën e ignorancës. Ndytësinën e ignorancës. Wa ta'dhimuha bil aba, edhe mu krenu me të pasardhës me baballarët. Baba jam u kon haxhi, tash nuk më krenu. Baba jam u kon, a di kush u kon? Ka thonë jo, kjo në Islam nuk vlen. Baba u kon për veti. Ka thonë kjo në Islam nuk vlen. Mu krenu me të parë. A di kush e na kon na? Po kush je që tash Allah? Kur djen dikush më sa vetë çyshi e çe kon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë s'ka më krenu me ata që kanë qenë më herë. Ata ka për veti kanë punuar, ju për veti. Ka thonë Adamu, an-nasu min Adam, njerëzit ka thonë janë prej Ademit alayhis salam. Krejt e kanë prej ardhën prej Ademit. Wa Adamu min turab, edhe Ademi është prej rërës si krijuar. Nuk ka dallim mes të bardhit, të zijut, të verdhit, të kuqit. Inna akramakum indallahi atqakum. Dhe ka lexuar ajetin e Kuranit ku Allah azza wa jalla thot ya ayyuhan nasu, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakrin wa untha. Ju kem krijuar nga një mashkull dhe një femër, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, dhe ju kem bërë pastaj popull dhe fisën në që ti të njiheni mes veti. Inna akramakum indallahi atqakum, më i miri prej jush është ai i cili është më i devotshëm. Kjo vetëm vlen tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe jo diçka tjetër. Gjara e Mekës është shumë e gjatë për të shpjeguar, mirë, po janë këto disa fragmente nga shërimi i Mekës që neve si besimtar të na dhanë mësime për jetën tonë, për vazhdimsinë e jetës tonë drejt Zotit xhallahu ala, për ta lutur Allahun azza wa jall që na i pranon agjerimin tonë, na bëj për atyre besimtarëve që rrugtimi jon drejt Zotit është në mënyrë më të mirë të mundur. Na fal Allahu azza wa jall, na bashkojë në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.